Sot kemi përshqitje i mjet shumë të veçantë, shumë i madh, edhe do e shihni edhe review në YouTube këtë se e kena bo. Jeep Gladiator i 2022-shit, janë bërë ca modifikime të lezetshme, para kolbi hekurit, është organelle, është Winch Max 6.5 tonçe nga Anglia është ble, me kamerë para, kamerë mrapa, është me lift kit 4 inch, është më e ngrejtme se normalet, edhe normalet mëdha janë, por kjo ka edhe lift kitin, amortizator t'i ka Fox para mrapa. Diset janë KMC 17, kurse gomat janë 37 inch, shumë të mëdha. Është Nardo Grey, e veçantë, si ngjyrë, nuk është e shef shumë si këto. Ka dhe këtë shkallën ansore aftermarket, se s'vje standard ashtu. Tash të kjo pjesa mrapa është porosit do vije kjo, bashkë me mrapa kolbin. To kanë aksesor që i modifikoj bo si pas shefit tatë, po është kafë shfare, ka dhe amortizator të Fox edhe mrapa. Ka dhe kamerën e parkimit të mrapa, si që thash edhe mrapa kolbi. Ky është motori 3.6 V6 Pentastari, që përdoret shumë modele dhe shumë i fortë. Ka 284 kue fuqi, edhe 353 Nm tork. Edhe më mirë akoma është me kamerën ZF8P, ajo e një më shumë. Edhe për të ecën edhe konsumin çuditërisht nuk e se ka shumë të lartë për gjithë këtë makinë. Ka përforcusin e grupit timonit edhe këte përftofjen, që të mos lodhet tash, se ajo sforcohet me gjithë të goma, po janë bo fix gjonat si që duhet, që të punohet tamam edhe mos të ketë probleme. Dyrë që montohen për dush, kësaj e ma pa dyrë ose i ve half doors, ka lëllë opcionesh. Edhe lartë zbulohet për dush e iq komplet edhe ve atë rjetën që ka kjo, ose e le edhe pa vujgjo fare. Ka 69.000 kilometra, se dilet me ngroje, timonin me ngroje, ke kamerën mrapa, ke kamerën para, sa lartë i këtu si për të gjithë. Ka këto cup holdersat, këtë blokusin e diferencialit, kamin me 8 marshe, tu i ke këto xhamove se mund të heqësh dyrt, me Apple CarPlay, me Android Auto, me USB, me Type-C, ka dhe këto auxiliary ports me dash me vu drita e gjonat tjerë shtesë. Tu ka dhe këte që zgjedh 2 high, 4 high edhe 4 low, po 2 high e madhe, gjëro dhe gomat mrapa edhe në asfalt si që është. Frenet e dorës i ka që manuale si që duhet. Shumë e pasër tapiceria është akull, ka këto sediljet Rubicon, si që thash me ngroje, bashkë me ngroje timoni. Është edhe me remote start që e nes nga jashtë. Ja ku e ka edhe këte twinchit që e ki normalisht kontrolo me e tërheq që e liro. Edhe këtu mrapa, së është keq, ke hapësirë sa dush, mund të lirosh akoma më shumë duke i heq këtë pjesën lartë. Ke airventat, kontrollerat për xhama, 2 porta USB, cup holdersat, ke boxet të lartë për muzikë, grab handles sa dush se për off-road këtë ikës sa këni aneqët. Ma është perfekt, shumë makine lezetshme, shumë e veçantë. Këtë kategori, si se ka na e rival kjo, vjen sy më shumë se me pas na e Ferrari. Çmimi për këtë super bish, këtë Jeep Gladiator Nardo Grey, me gjithë të modifikime të bukura, është 55.000 euro i diskutueshëm. Nuk pranohet ndrime, vetëm shitet. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.